Grua si vdes burri dhe kunati e përzën nga shtëpia, po shumë shpejt ajo zbulon një dhuratë befasuese të lënë nga burri i saj që ndryshoi përgjithmonë jetën. Është një fakt i dhimbshëm për dikë që përballet me vdekjen e të dashurve të tij ose të saj. Sidoqoftë, kush do të kishte menduar se një tragjedi mund të çojë në diçka kaq të habitshme. Për Lumejn u bë më e vështirë kur kunati i saj e detyroi atë dhe fëmijën e saj të largohen nga shtëpia. Pa pasur një rrugë të qartë për të shkuar, ajo shkoi drejt në varrin e burrit të saj dhe qau. Megjithatë, gjërat filluan të ndryshonin kur zbuloi një sekret të habitshëm. Lumej dhe burri i saj u martuan 3 vjet më parë. Ata kishin një lidhje të fortë dhe vdekja e burrit të saj për shkak të sulmit në zemër ishte padyshim zemërthyese për të. Ditët dhe netët nuk kaluan lehtësisht pasi Lumej mendonte gjithkohon për të. Një mëngjes, kunati i saj shkoi për të takuar në dhomën e saj dhe pa hezitim i kërkoi Lumejt dhe fëmijës së saj të dilnin nga shtëpia. Kjo e tronditi së tepërmi Lumejn, por ai këmbguli që ta bënte këtë sepse dhoma do të përdorej për qëllime të tjera. Lumej dhe burri i saj jetonin së bashku në një rezident në pronësi të bashkëshortit të saj. Ishte e madhe dhe kishte shumë dhoma. Shtëpia ishte kaq e madhe sa çifti mendonte të jepte me qira disa prej dhomave. Ishte një ide e shkëlqyer sepse rezidenca ishte e vendosur pranë një shkolle të mesme. Shumë studentë që jetonin larg nga shkolla morën me qira dhomat. Lumej dhe aktet e mirësisë së bashkëshortit të saj të ndjerë i kanë ndihmuar shumë studentët. Ata u kujdesën për mirëqenien e nxënësve duke përfshirë ushqimin e tyre. Ndërsa kërkesat e dhomave rriteshin, çmimi i qiras u rit gjithmonë dhe për shkak të kësaj, kunati i saj kishte nevojë për më shumë hapësirë dhe dhoma për të dhënë me qira. Ajo ishte coptuar mes dëshirës për të qëndruar ose për t'u larguar sepse ajo e dinte se kishte nevojë për një vend për të qëndruar me fëmijën e saj. Ajo mund të shkonte në shtëpinë e nënës së saj, por ishte qindra kilometra larg. Ndërsa kunati i saj kërkoi që Lumej të largohej më shpejt, ai kërkoi ndihmë nga shokët e tij për të paketuar sendet e Lumejt dhe për t'i nxjerrë ato nga shtëpia. Prindrit e tij nuk i ndaluan as pak ata. Duke mos pasur asnjë zgjedhje tjetër përveç se duke qenë e fortë, Lumej mori me qira një dhomë diku dhe hapi një tezë të vogël frutash. Ishte një biznes i vogël, por Lumej e dinte se ajo mund të mbijetonte. Ajo gjithnjë vizitonte varrin e bashkëshortit të saj me fëmijën e saj dhe kur gjërat u bën sfiduese për të, ai ishte vendi më i mirë për të hapur zemrën e saj. Një vit më vonë, kur ajo ishte tek varri të shoqit, erdhën 2 të panjohur dhe e pyetën: "A jeni Lumej?" Pa thënë shumë, ajo tundi kokën duke pohuar. Të dy të huajt i dhanë asaj një kartë dhe i thanë se ajo duhet të vinte në një kompani sepse do t'i ofrojë një punë. Pasi i thanë këtë, të dy të huajt u larguan. Atë natë burri i saj i erdhi në ëndrat dhe i tha: "Mos u shqetëso, mund të shkosh e të punosh atje. Ata janë njerëz të mirë." Pas zgjimit nga gjumi, Lumej kujtoi zakonin e burrit të saj të ndjerë për të shkruar një ditar. Ajo mori ditarin dhe lexoi disa faqe. Ajo më pas e kuptoi arsyen pse të dy të huajt donin ta ndihmonin. Burri i Lumejt ishte një doktor dhe ai ishte gjithmonë i pari që t'i jepte një dorë njerëzve të pafat. Shumë kohë më parë pati një përmbytje të madhe dhe burri i Lumejt bëri një vepër të mirë duke shpëtuar shumë njerëz. Ai madje i shpëtoi ata që u plagosën nga shpërthimi i zjarrit. Jo vetëm kaq, ai madje shpëtoi dikë që ishte i bllokuar në një makinë të djegur dhe makina shpërtheu disa çaste më vonë. Burri i saj kur nuk i ka treguar asaj lidhur me këtë çështje. Ata njerëz që ai ka shpëtuar më parë i dhanë atij shumë dhurata dhe para për të paguar mirësinë e tij. Megjithatë, ai refuzoi t'i merrte ato. Dëshira e tij e vetme ishte që ata të kujdesen për gruan dhe fëmijën e tij kur ai vdiq, sepse ai kishte një sëmundje të zemrës. Të dy të huajt që dolën për të takuar Lumejn ishin ata të cilit burri i saj i shpëtoi kur ishte gjallë. Ata e morën seriozisht fjalën e tij dhe dëshironin ta ndihmonin Lumejn. Pas kuptimit të situatës, Lumej erdhi në zyrë. Shumë njerëz ndihmuan Lumejn duke i dhënë mundësi për të filluar një biznes. Lumej ishte vërtet me fat. Njëri prej tyre madje i ofroi asaj një vend për të qëndruar për aq kohë sa të donte. Me kalimin e ditëve, Lumej filloi të kishte një jetë të qëndrueshme me shumë njerëz të mirë që e rrethonin. Ajo vazhdoi të kujdesej në çdo gjë e vetme që ajo
Fitoi tani është një dhuratë nga aktet fisnike të burrit të saj të ndjerë.